Ty që Zotit ka sprovu me i smundje, ti duhet dish se ti nuk je vetëm kur je smur, po ke Zotin me vete. Allahu kur e don robin e tij e sprovon. Ditën e Kiametit do t'i thot njeriu, isha smur dhe nuk më vizitove. E njeriu i thot Allahu do Zot, ti je Zoti i gjithësisë. E ku smuret Zoti? Ku ka të meta Zoti? Ta është smur robi im filani, ti e ke ditë. Nëse do ta vizitoje, do të më gjeje te koka e tij. Pra mëshira e Zotit, mirësitë e tij, do të plotësonte lutjet, dëshirat dhe duat. O e ju bihimetit, nëse Zoti është te koka jote për njerëzit që të vizitojnë, po për ty që je i sprovuar dhe i smur, padyshim që lutjet e tua dhe rënkimet e tua kanë Zotin, i cili thjesht është duke të vënë provë. Vjen një burr një ditë tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e pyet, cili është komenti për smundjet që neve na ndodhin? Larje, gjunahesh dhe pastrim. Sikur edhe gjembi nëse të ngulet në këmbë, Zoti në të